misioni? Nëse do ta shikojmë të gjithë kontekstin në këto momente, SBA-ja duket si një aktor I cili I ka duart e lidhura, pasi edhe e gjithë lufta që Putin përpiqet të bëj është më tepër një luftë proksi kundër NATO-s apo kundër SBA-s. Dhe në këtë kontekst, duke patur parasysh këtë situatë, mendoj që Britania e Madhe është një aktor I cili po përpiqet të çojë përpara atë që SBA-t, por edhe NATO e kanë quajtur peace through strength, pra paqja nëpërmjet fuqisë dhe forcës. Dhe në epokën apo periudhën në cilën ne jetojmë, ku vlerat liberale dhe demokracia liberale nuk është më një vlerë e rëndësishme dhe janë shkatëruar, le të themi, të gjitha institucionet e drejtës ndërkombëtare, fuqia, riarmatosja dhe pushteti që kanë vendet janë e vetmja kartë dhe e vetmja monedë për të qenë të mbrojtur. Nga ana tjetër, duke patur parasysh edhe vetë vendodhjen gjeopolitike të rëndësishme që ka Britania e Madhe, mendoj që është një lëvizje shumë e zgjuar nga ana e aleancës transatlantike, por edhe nga partnerit tyre strategjik që janë SBA-t, pasi asnjëherë nuk do ta harrojmë lidhjen e fortë organike që kanë SBA-t me Britaninë e Madhe. Dhe duke patur parasysh që Britania e Madhe është një territor ku nuk është fuqimisht në pararendësen e aktorëve të tjerë si për flotën e saj ajrore, por gjithashtu një nga flotat më të rëndësishme të mbrojtjes nëndetëse gjendet pikërisht në Britaninë e Madhe. Dhe nëse do të shikojmë nga ana tjetër edhe diskutimin shumë të madh të jo vetëm të Trumpit, por edhe të aleancës, nga ajo frika e kërcënimit që vjen nga veriu I largët, pra nga High North, që vjen gjithashtu nga qarku arktik, duhet thënë që Britania e Madhe është një pikë strategjike për të gjithë perëndimin, për të bërë mbrojtjen e aleancës. Nga ana tjetër kemi një disfunksionalitet, do thoja unë, të Gjermanisë në këtë moment, ku ajo po përpiqet të riarmatosi veten duke ikur të gjitha stigmave të vjetra të perceptimit të Gjermanisë naziste, por gjithashtu ndoqja pak edhe insertin tuaj, diskutohet edhe për vazhdimsinë dhe jetëgjatësinë e asaj që u krijua vjet, për shembull në samitin e Washingtonit të NATO-s, që është edhe komanda e përbashkët e trajnimit, logjistikës dhe doktrinës ndërmjet NATO-s dhe Ukrainës. Dhe mbetet një pikpyetje e madhe kjo në ditët që vijnë në samitin e Hagës, nëse SBA-ja do të kërkojë shpërbërjen e kësaj komande apo edhe shpërbërjen e qendrës që është vetë në Poloni për trajnimin dhe logjistikën, për të ndihmuar për një asistencë të sigurisë në Ukrainë. Ndaj të gjitha këto janë disa pikpyetje dhe zhvillime që mund t'i shohim shumë qartë në datën 24 dhe 25 gjatë samitit, ku ashtu sikurse edhe ikja ndoshta sot e ministerialit më të rëndësishëm të ministrave të mbrojtjes të NATO-s tregon shumë edhe për qëndrimin që SBA-t po përpiqen t'i tregojnë Putin si një aktor I cili nuk dëshiron dhe nuk kërkon të marrë pjesë në këtë luftë. Qartë. Pra, po thoni që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po mundohet që të bëhet aktor duke I lënë paksa më njanë NATO-n edhe duke I thënë atij, pra Vladimir Putin edhe Rusisë në tërësi, ke të bësh vetëm me mua, unë të kushtozoj sjelljen. Kjo është me pak fjalë, këtë do që të arrijë. Mendoj që Trumpi pikërisht këtë po përpiqet të arrijë dhe e kam thënë edhe shumë shpesh në daljet e mia që një tavolinë apo një tryezë negocimi pa Trumpin është e pamundur në këto momente, pasi nëse do të shikojmë edhe të gjithë gjenezën e luftës së Ukrainës, ishte pikërisht një kundërpërgjigje e Putin për vetë politikën e jashtme që administratat e ndryshme të SBA-ve kishin si në raport me NATO, por edhe me të gjithë frontin e Europës lindore, duke shkuar në kufit e Rusisë. Lëja më njanë e NATO-s është në interes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndoshta edhe të vetëm Donald Trump. Po me ne të tjerët çfarë ndodh? Që kemi të nevojshme ndoshta në një rast hipotetik konflikti. Nëse I referohesh Ballkanit, do thoja që është një situatë jo shumë e mirë në Ballkan. Kemi parë të gjithë incidentet të brenda apo të gjithë destabilitetin politik që ka Bosnia-Hercegovina dhe në po të njëjtën mënyrë mendoj që destabiliteti politik që
ekziston sot edhe në Kosovë, është një moment shumë kritik për të gjithë të ardhmen apo shtetformimin më tepër të Kosovës. Mendoj që ky ngërçi politik që është aty lë hapësira dhe lë vakume sigurie dhe i jep shumë mundësi administratës së Vučić apo edhe vetë urisë që ka Vučić për të shkëmbyer territorin, por nga ana tjetër edhe për këto indicjet e konflikteve në veri të Kosovës. Ka një gabim ndoshta në perceptim dhe në diskursin që ne themi kur analizojmë Kosovën. Ne themi që administrata Kurti ka bërë të mundur pastrimin e veriut të Kosovës, kur në fakt efekti bumerang i saj është vetëm një efekt negativ. Pasti një nga detyrimet kyçe të shtetformimit të Kosovës është pikërisht gjithë përfshirja si në administratë e listës serbe, por edhe gjithë përfshirja e të gjitha etnive në komuna apo në bashkitë e tyre, dhe mendoj që ky izolim dhe polarizim që ka ndodhur brenda në territorin e Kosovës është vetëm një incentiv më e fortë për Vučić për të kundërsulmuar brenda dhe për të hapur vatra të tjera konflikti në Kosovë. Megjithatë, po në këtë kontekst ajo që unë mendoj është që administrata atje nuk duhet të luajë asnjëherë me KFOR-in, me institucionin më të rëndësishëm që garanton dhe siguron Kosovën, jo vetëm nga sulmet apo kundër sulmet me Serbin, por edhe nga influenca të tjera. Edhe mendoj që në këto momente nuk janë syt vetëm nga Bosnia Hercegovina, ku e pam edhe